Territori shqiptar për datën 4 mars 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht me diell dhe temperatura në rritje. Paraditja do të jetë e kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja vjon me diell dhe vranësira të lehta kalimtare në zonat lindore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 19 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 7 deri në 9 orë me diell. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:04 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:41 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 17 gradë Celsius. Kukës 7 deri në 15 gradë Celsius. Peshkopi 7 deri në 14 gradë Celsius. Tiranë 12 deri në 18 gradë Celsius. Durrës 10 deri në 17 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 17 gradë Celsius. Elbasan 11 deri në 18 gradë Celsius. Berat 10 deri në 18 gradë Celsius. Korç 4 deri në 12 gradë Celsius. Vlorë 11 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër 10 deri në 17 gradë Celsius. Sarand 12 deri në 19 gradë Celsius.